Ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu, ka zbuluar detaje mbi planin afatmesëm për modernizimin e forcave të armatosura, duke theksuar se Shqipëria synon të ndërtojë kapacitete të reja ajrore, të trajnojë pilot dhe të zhvillojë industrinë e mbrojtjes Made in Albania. Sipas tij, ky projekt përbën një kthes strategjike për sigurinë kombëtare dhe për rolin e vendit në rajon. Vengu ka deklaruar se Shqipëria po punon për të ringritur kapacitetet ajrore, duke investuar në mjete fluturuese, trajnimin e pilotëve dhe krijimin e infrastrukturës përkatëse. Paralelisht, po hidhen hapa konkret për hapjen e strukturave të specializuara për formimin profesional në aviacion dhe mbrojtje, me standarde të parafruara me ato të NATO. Një tjetër shtyllë e rëndësishme e planit është zhvillimi i industrisë vendase të armatimit. Ministri ka bërë të ditur se deri në vitin 2026 Shqipëria synon të prodhojë municione, drone dhe pajisje të tjera ushtarake në territorin e saj në bashkëpunim me partner strategjik ndërkombëtar. Qëllimi është ulja e varësisë nga importet dhe rritja e qëndrueshmërisë së vendit në rast krizash sigurie. Sipas Vengut, këto investime nuk kanë vetëm karakter ushtarak, por edhe ekonomik, pasi pritet të krijojnë vende të reja pune, të nxisin teknologjinë dhe të forcojnë industrinë shqiptare. Ai theksoi se ambicia e qeverisë është që Shqipëria të shndrohet në një nga vendet më të forta të Ballkanit Perëndimor në fushën e mbrojtjes, duke qenë një aleat i besueshëm dhe një faktor stabiliteti në rajon.